Unë mendoj se Republikës Kosovës i duhet një parti konservatore dhe jo vetëm një parti. Unë që ato një blok, mundësisht një parti, pra një blok i përfaqësuar me një parti, sa ma pak parti, sa ma pak divergjenca brenda një bloku ideologjik është ma mirë. I duhet një parti konservatore e fuqishme, e cila do të balanson subjektet tjera politike. Në anën tjetër, kur e shohim, kur kemi të bëjmë me parti politike që ngriten mbi ideologjit të marrin popullore, ideologjit socialiste të majta, ideologjit tjera të djata, cilat alternativa, deta ato liberale tjetër, po e shohim se këto parti e kanë humbur profilin e tyre, real politike. Këto parti në emër të kompromiseve për të realizu interesa pas shkurta politike, ose për me realizu premtime elektorale të cilat janë shumë të favorshme për elektoratin, ato bëjnë kompromise me parimet e tyre. Dhe shumë herë e keni ndëgjuar edhe këtë në skenën politike të vendit, nuk ka më të majta djata, për bën një parti në pushtet, për shembull është e majtë plotësisht, ndërsa ka elemente të djatës politike në shumë situata mund shihet dhe e kundërta. Prandaj një parti solide konservatore, e qartë në orientime, e modelit të marrim të partisë republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose partive konservatore në Britaninë e Madhe, ose në CDU, ta marrim të Republikës Federale të Gjermanisë. Një parti e tillë e cila ngritet mbi këto vlera, do të ishte një faktor i fuqishëm stabilitetit politik në vend dhe do t'ju ndihmonte edhe partive tjera që të ruajnë profilizimin e tyre politik.